Tymi bardhë u ngrit nga Kapela Sistine më 13 mars 2013 dhe Këmbana Tiranë, duke sinjalizuar se kardinalet kishin zgjedhur Jorge Mario Bergoglion, kryepiskopin e Buenos Airesit, si papën e ri që do të pasonte papën Benedikti XVI dhe do të merrte përsipër kishën katolike romake e ndodhur në vështirësi. Ai mori emrin Francesco dhe u bë papa i parë jo europian në 1300 vjet. Papa i sapo zgjedhur u takua me Papa Benediktin e XVI, i cili dha dorëheqjen në shkurt 2013. Dy gra të reja ishin mes 12 personave, këmbët e të cilëve Papa Francesku i lau dhe i puthi në një ceremoni tradicionale në një burg për të rinj në Rom, të njëjtën e madhe 28 mars 2013, duke shënuar kështu herën e parë që një pap përfshin gra në këtë rit. Revista Time e shpalli Papa Franceskun personin e vitit më 11 dhjetor 2013, duke i dhënë atij meritën për ndryshimin e mesazhit të kishës katolike, duke entuziazmuar kështu miliona njerëz që ishin zhgënjur me Vatikanin. Më 21 deri 24 shkurt 2019, rreth 180 klerik, zyrtar të Vatikanit, ekspert dhe krerë të urdhrave fetar, burra dhe gra, u mblodhën për konferencën historike të Vatikanit mbi abuzimin seksual të klerit, nga ku shpresohej të dilej me masa konkrete për të luftuar abuzimin seksual në kishë. Më 20 shkurt 2019, Papa Francesku takoi një viktim të abuzimit seksual, Marek Lisinski, dhe i puthi dorën. Lisinski ishte 13 vjeç, kur abuzua nga një prift, edhe tani është udhëheqës i një organizate jo qeveritare polake që ndihmon viktimat e abuzimit seksual nga kleri. Papa Francesku e përfundoi konferencën duke bërë thirrje për një betejë të gjithanshme kundër abuzimit seksual ndaj të miturve, por viktimat shprehën zhgënjim të thellë, duke thënë se Francesku thjesht përsëriti premtimet e vjetra dhe ofroi pak propozime të reja konkrete. Bëj thirrje të përzemërt për një betejë të gjithanshme kundër abuzimit të miturve si seksualisht, ashtu edhe në fushë të tjera, nga ana e të gjitha autoriteteve dhe individëve, sepse po merremi me krime të neveritshme që duhet të fshihen nga faqja dhe eut. Papa Francesku tha se koronavirusi i kishte futur të gjithë në të njëjtën barkë, ndërsa mbajti një shërbes lutjeje dramatike dhe të vetmuar në sheshin e Shëmpjetrit më 27 mars 2020, duke i kërkuar botës ta shohë krizën si një provë solidariteti dhe një kujtesë të vlerave themelore. Vatikani e quajti shërbesen një lutje e jashtëzakonshme në kohën e pandemisë, një jehon e zymë të një njoftimi nga zyrtarët italian pak minuta më parë se numri i të vdekurve nga koronavirusi në vend kishte kaluar shifrën 9.000. Më 11 korrik 2021, Papa Francesku bëri paraqitjen e tij të parë publike që nga operacioni në Zorë, duke qëndruar në këmbë për rreth 10 minuta, ndërsa fliste nga balkoni i suitës së tij në Spitalin Gemelli të Romës për të dhënë bekimin e së dielës. Virgjëresha e papërlyer sot do të doja t'ju sillja falenderimet e popullit Ukrainas. Papa Benedikti u nda nga jeta më 31 dhjetor 2022 në moshën 95 vjeçare në manastirin e izoluar të Vatikanit, ku kishte jetuar që nga dorëheqja e tij befasuese në vitin 2013. Trupi i tij qëndroi në bazilikën e Shëmpjetrit për 3 ditë para funeralit të tij më 5 janar 2023. Më 10 janar 2023, Papa Francesku u takua me kryeministren italiane Giorgia Meloni në Vatikan. Kjo ishte vizita e parë e Melonit në Vatikan pasi ajo u betua si kryeministrja e parë grua e Italisë në tetor. Papa Francesku denoncoi helmin e lakmis që nxit konfliktet në Afrikë gjatë një vizite në Republikën Demokratike të Kongos, duke thënë se bota e pasur duhet të kuptojë se njerëzit janë më të çmuar se mineralet në tokën poshtyre.
Më 5 shkurt 2023, Papa Francesku tha se ligjet që kriminalizojnë personat e komunitetit LGBT përbëjnë mëkat dhe padrejtësi, sepse Zoti I do edhe njerëzit që tërhiqen ndaj të njëjtit seks. Condannare una persona Dënimi I një personi në këtë mënyrë është mëkat. Kriminalizimi I njerëzve me tendenca homoseksuale është padrejtësi. criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Papa në moshën 86 vjeçare u dërgua në Spitalin Xhemeli të Romës më 29 mars 2023 pas vështirësive në frymarrje. Ai reagoi mirë ndaj një infuzioni me antibiotik, tha ekipi I tij mjekësor. Kur doli nga spitali, I pyetur se si ndihej, ai tha: "Jam ende gjallë." Presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelenski zhvilloi bisedime në Vatikan më 13 maj 2023 me Papa Franceskun, I cili tha në fund të prillit se selia e shenjtë ishte e përfshirë në një mision paqeje për t'i dhënë fund luftës me Rusin. Zelenski e kishte takuar më parë Papën në Vatikan në vitin 2020 dhe të dy zhvilluan disa biseda telefonike që nga fillimi I luftës. Papa Francesku mbriti në Spitalin Xhemeli të Romës më 7 qershor 2023 përpara një operacioni në bark. Vatikani tha në një deklaratë se operacioni do të zhvillohej atë pasdite dhe 86 vjeçari pritej të kalonte disa ditë në spital. Papa Francesku forcoi trashëgimin, vendosi vulën e së ardhmes së kishës me kardinal të rinj. Ati I shenjtë u shaqi ulur në faltoren e rezidencës së tij dhe jo në sheshin e Shëmpjetrit dhe tha se e kishte një inflamacion të mushkërive. Vatikani kërkoi ndjes në maj duke thënë se Papa Francesku I cituar gjerësisht se ka përdorur një fjalë shumë përçmuese për të përshkruar komunitetin LGBT, nuk kishte ndërmend të përdorte gjuhë homofobike dhe I kërkoi falje kujtdo që ofendoi prej saj. Ne do të dënonim njerëzimin me një të ardhme të pashpresë nëse do t'ua hiqnim njerëzve aftësinë për të marrë vendime për veten dhe jetën e tyre, duke I dënuar ata të varen nga zgjedhjet e makinerive. La sua non è un'ascesa alla gloria. Papa Francesku drejtoi një ceremoni në Bazilikën e Shëmpjetrit më 7 dhjetor 2024 për të emëruar 21 kardinal të rinj katolik me një mavjosje të madhe në mjekër, të cilën Vatikani tha se ishte rezultati I një rrëzimi të lehtë mëngjesin e kaluar. Sumus sepleturi. Qualcun ad Romanam ecclesiam in primis pertiniat totius quoque ecclesiae corpus affecti. Ati I shenjtë zyrtarisht përuroi vitin e shenjtë në prag të Krishtlindjeve më 24 dhjetor 2024, duke hapur derën e shenjtë të Bazilikës së Shëmpjetrit, një akt I rëndësishëm që simbolizon shpresën. Papa Francesku më 6 mars 2025 dërgoi mesazhin e tij të parë audio që kur ushtrua në spital për pneumoni të dyfisht, duke shprehur falënderime për dashamirësit në të gjithë botën që kanë ofruar mbështetjen e tyre. Agradezco de todo corazón. Ju falenderoj nga thellësia e zemrës për lutjet tuaja për shëndetin tim. Zoti ju bekoft dhe Virgjëresha ju mbroft. Faleminderit. Y que la Virgen cuide. Gracias. Vatikani më 16 mars 2025 publikoi imazhin e parë të Papa Franceskut në spital, që kur Papa 88 vjeçar filloi trajtimin për pneumoni të dyfisht. Ati I shenjtë u shfaq në balkonin e Spitalit Xhemeli përpara se të kthehej në Vatikan të dielën më 23 mars 2025, pasi I mbijetoi një betejë 5 javore në spital kundër pneumonisë së dyfisht, çfarë u shndrua në krizën më serioze shëndetësore të papatit të tij 12 vjeçar. Kjo ishte paraqitja e parë publike e Papës 88 vjeç që nga 14 shkurti 2025. Automobili I Papës u shoqërua nga automjete policie në Rom, duke bërë një devijim të shkurtër për të çuar lule në Bazilikën e Shënmërisë së Madhe, një kishë ndaj së cilës Papa Francesku kishte një përkushtim të veçantë dhe e vizitonte shpesh. Edhe pse Papa u kthye nga spitali, mjekët e tij thanë se do të duhet ende shumë kohë që trupi I tij të shërohet plotësisht. Mjekët I caktuan 2 muaj të tjerë pushim në Vatikan dhe I thanë të shmang takimet e mëdha ose stresuese, duke lënë të paqartë se sa aktivitet do të ndërmerrte Ati I shenjtë në muajt e ardhshëm. Pak para se të largohej nga spitali të dielën, Papa Francesku buzëqeshi dhe I përshëndeti me dorë një grup dashamirësish të mbledhur jashtë,
Ai përdori një karrocë me rrota siç ka bërë për disa vite. Ndërsa dalja e tij e fundit ishte për Pashk më 20 prill 2025, një ditë para ndarjes së tij nga jeta. Turma prej qindra dashamirësish e thiri atë duke brohuritur Francesco.